Ganimete Kongjeli është pjesë e kuzhinës qendrore tash e 21 vjet. Si krye kuzhiniere, ajo thot se ngarkesa punës është rritur ndjeshëm, veçanërisht me shtimin e institucioneve që mbulohen nga kjo ndërmarrje. Megjithatë, sipas saj, puna po përballohet fal bashkëpunimit me stafit. Është e vështirë pak, po nuk është edhe shumë, se me krejt bashkë këtu punu, kena bashkëpunim, kena marrëveshje dhe po ja dolëm mirë. Së fundmi, ndërmarrja ka nisur zyrtarisht aplikimin e orarit 4 ditor të punës. Për Ganimetën dhe kolegen e saj, ky vendim është pritur pozitivisht. Una kena krejt se nuk është keq, që shumë mirë është, një pas 30 pushim, 40 ditë punë. Në kuzhinën qendrore të Prishtinës janë të punësuar rreth 110 persona, përfshirë kuzhinier, staf shërbyes, administrativ dhe menaxhues. Ne detyrohemi të punojmë 7 ditë në javë. E duke pa këtë orar të punës, ne kemi anë përfundimin që për ndërmarrjen përveç se është më profitabile, po është edhe më produktive të kthejmë orarin e 4 ditë në javë për gjithë secilin të punësuar, sepse pastaj neve na vjen që çdo i punësuar të punojë 4 ditë, po të heqet të shtunja dilja nga agjenda e punëtorëve që cilët punojnë këtu. Sipas drejtuesve, ky ndryshim nuk do të ndikojë në paga, në orët shtesë apo në vëllimin e punës, por synon një organizim më efikas të ndrimeve. Sipas sociologës Dhurata Prokshi, kjo nismë përkon me praktikat që po aplikohen gjithnjë e më shumë në vendet e Bashkimit Evropian. Është një nisëm shumë e mirë, e cila përkon me praktikat të cilat kanë filluar një numër i madh i vendeve të Bashkimit Evropian të aplikojnë, me qëllim që të sigurohet mirëqenia e punëtorëve, të ngritet cilësia e efikasitetit dhe punës tyre dhe që të kuptohet që kontrata mes punëdhënësit dhe punëtorit nuk është një veprim i anshëm dhe nuk është vetëm në dobinë apo në benefitin e punëtorit, por është qëndrueshmëria ajo që sigurohet duke kriju kushte të mira. Ajo thot se modelet të tilla duhet të shihen si pilot projekte, por me analiza të mirëfillta dhe transparencë në zbatim, në mënyrë që të jenë të qëndrueshme dhe të aplikueshme edhe në institucione të tjera. Kosova, institucionet publike, po edhe ato private, duhet luftojnë gjitha aktorët relevant që të ndërtojnë treg atraktiv, i cili është edhe tregues se sa një shoqëri është e shëndetshme dhe se sa e ka në prioritet, sa e ka në fokus të mirën apo mirëqenien e përgjithshme të popullatës së vet. Kuzhina qendrore e Prishtinës funksionon në bazë të hyrave vetanake dhe nuk varet nga subvencionet apo grantet e institucioneve publike.